Deri dje kemi dhënë shumë asete falas. Janë dhënë dhe janë lënë rrugëve në të shkuarën asete që nuk numërohen. Janë dhënë dhe janë lënë në duar të pasigurta plot prona shtetërore, të cilat nuk janë përkthyer në investime serioze dhe në të ardhura për ekonominë tonë dhe në rritje të punësimit e tjerë e tjerë. Janë dhënë një pafundësi tokash për zhvillim dhe kjo që ka ndaluar përfundimisht. Ne, për shembull, nuk I japim më as 1 metër katror tokë në rast se një ndërtues gjendet në kushtet kur ka 95% pronës dhe 5% ose 1% ose 0,5, s'ka rëndësi sa është pronë shtetërore dhe normalisht në të shkuarën me një herë ndërtuesi paguante me çmim referencë merrte tokë. Nuk ka më. Për çdo metër katror tokë ku nuk ka pronar dhe pronar është shteti, ne kemi kushtuar pjesëmarrjen si pronar për të marrë mbrapsht njësoj si pronarët atë që I takon shtetit. I vetmi motiv për të dhënë tokë me një kontratë simbolike, që është kontrata €1, I vetmi motiv është hoteleria. Pra, në rast se ka dikush një pronë shtet, pronë private dhe një pjesës shtet, ose në rast se në një zhvillim caktuar ka një rezort turistik dhe aty ka I pjesë shtetërore, nuk bën vaki më që pjesa shtetërore të jepet për vila, e të jepet për pishina, të jepet për këto historira, po vetëm për hoteleri. Asgjë tjetër. Çdo gjë tjetër është merr pjesën që kërkon dhe kthe mbrapsht dhe paguaj kokër më kokër atë që ja paguan edhe privatit. Në këtë drejtim bashkitë mund të marrin një rol të rëndësishëm. Në bashkëpunim me AIC-n mund të bëjmë projekte dhe mund të bëjmë zhvillime të jashtëzakonshme me përfitim. Përfitim që shkon nga ndërtimi I aseteve publike, që do të thotë zyra, që do të thotë shkolla, kopshte, qerdhe e tjerë, deri tek përfitimi I të ardhurave të drejt për drejta. Pa harruar dhe përfitimin për qëllim social të atyre familjeve që ka nevojë për strehim. Kështu që ne po bëjmë një reformë dhe do të kemi së shpejti një agjenci ku planifikimi, zhvillimi dhe strehimi do të jenë bashkë, dhe kjo agjenci do të jetë në dispozicion të pushtetit vendor, së bashku me AIC-n dhe natyrisht në leadershipin e Ministrisë së Ekonomisë. Ky proces do të jetë I hapur për gjithë, por duhet një qasje kreative, proaktive, agresive, vullnet plot e juaja. Duhet iniciativë, duhet parë çdo pjesë e territorit me një qasje sipërmarrëse. Çfarë mund të nxjerr unë nga kjo pjesë e territorit për të ardhurat e bashkisë, me cilat pastaj të bëjmë më shumë punë publike, të bëjmë më shumë shërbime publike. Nuk mundet dot të rrini dhe të prisni vetëm nga buxheti I shtetit. Dhe të prisni vetëm nga tarifat dhe nga qerap. Nuk mundet dot. Duhet kaloni në një fazë tjetër, sidomos disa bashki,
që i kanë të gjitha mundësit, kërkesat, potencialet, po dhe bashkit më të vogla mund dhe duhet ta bëjmë të gjë.